Në reportazhin e radhës, vendosëm që t'ia dedikonim një të riu korçar, që njihet jo pak nga ardarësit e qytetit të kulturës së traditës. Bëhet fjalë për Ariol Pepin, 33 vjeçari, i cili nëpërmjet artit të tij po sjell njerësi për këtë qytet. Gjatë intervistës me City News Albania, Pepi tregoi jetën e tij artistike, që prej studimeve e më pas për angazhimin e tij me artin e pikturave murale. Piktura është mënyra më e mirë për të gjetur veten, duke treguar se pa pikturën nuk ri dot, duke e krahasuar me një ditar. Pikturë kam shumë vite. Me thënë, gjë ka filluar kur kam qenë i vogël, normalisht mbështetja e prindërve ka qenë kryesore. Dhe më pas kurset nga Qendra Kulturore e Fëmijëve, në liceu, shkolla e mesme artistike e qytetit e Korçës dhe 2005-2009 Akademia e Arteve në Tiranë. Nuk kam shkëputur asnjëherë nga piktura, është mënyra më e mirë për mua për ta mbajtur veten, ta gjetur veten, është meditim, nuk ri dot pa pikturuar. Këtë është në formë ditare. Talentin e tij, Arioli e ka treguar në gjërat e bukura e të veçanta që ai ka bërë që prej kthimit të tij nga kryeqyteti, pasi përfundoi studimet në Akademinë e Arteve, talent të cilin e tregonte sot e kësaj dite me një risi që ka sjell për qytetin e Korçës. Arioli është një ndër të rinjt që i ka dhuruar qytetit 3 piktura murale, të cilat mund t'i shohim në muret e 2 pallateve në Korçë. Për qytetin e Korçës, këto kanë qenë të parat që janë realizuar nga një piktor me qëllimin e vetëm për të promovuar sa më shumë artin dhe për të afruar më tepër të rinjt drejt tij. Ai numëron disa piktura murale, jo vetëm në Korçë, por edhe në Ersek dhe në Tiranë, duke falenderuar stafin ton për mundësinë që ju dha nëpërmjet këtij reportazhi. Ai tregon projektet e kryera gjatë vitit të fundit, duke bashkëpunuar me ministrinë, që ja besoi një punë kaq me rëndësi. Janë realizuar disa piktura murale në Korçë, janë 3, e fundit ishte në Ersek, pas Tirana ka 2 murale të mëdha, është një nga muralet në Unazere e Astirit dhe fundit, që është sigurisht murale më e madhe në Tiranë, ndodhet në Sauk. Duhet të bëj një falënderim, falenderoj ty, edhe falenderoj edhe Cenan, sepse unë dje, nga momenti i intervistës, unë dje një vlerësim pak në pjesën e Tiranës, shumë i madh, dhe një përgjegjësi shumë e madhe, ku më kërkua fillimisht të pikturoja vendin e pediatrisë së re. Besoj se doli një punë shumë e mirë, nga ku më pas kaloi në projekte të tjera, prapë me Ministrinë e Shëndetësisë, në materniteti i Beratit, pediatria e Elbasanit dhe qendra për fëmijët me zhvillim sërish në Tiranë, gjitha këto institucione të reja, dhe fundit prapë në një prej rekonstruksioneve të reja të spitaleve në Tiranë. Arioli zgjedh të japë dhe një mesazh për të rinjt, duke u kërkuar të zgjedhin atë që duan të bëjnë, ashtu siç ka bërë ai me artin. Kam dëgjuar ndër vite një shprehje që me pikturë, po nuk e di sa mundet t'ja dalësh me pikturë. Sigurisht mundet të dalësh nëse ti vërtet beson tek ajo gjë, nëse vërtet punon, nëse nuk dorëzohesh me çdo gjë ja del. Kështu që zgjidh atë që do të bësh. Normalisht unë kam zgjedhur artin sepse më pëlqen. E shijoj, po ju them të rinjve jo vetëm pjesë e artit. Ju them në çdo gjë që bëni, përpiquni që të jeni pak artist. Korça ka artist me shpirt të madh, me vlera të veçanta në të gjitha fushat e artit, e në pikturë murale, ky qytet ka fatin të ketë Ariol Pepin.